Unë i thash ma herë që në studion do t'i kemi 2 motra. Pa babën. Babën e kena që më bëpare, kur të thehet. Kësmet nga bedullar. Kemi Lirjetën dhe... Majlinde! Lirjet, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, Ilirjeta. Ilirjet, ani po... Shkurt Lirjet, bon, sot kërkush Lirjet shkurta? Ja. Prima, bata ku kanë poshtërve. Vyç Jeta. Jeta, e kemi Ilirjetën dhe Majlinda Kelmendin. Gjithashtu e kemi mikon ton për herë të sot. 4-5. A pse s'përrin vështu krej? U boj spesa. Mirë se erdhët. Faleminderit shumë, mirë se gjatëm. Ju kom zgju herët. Love Svensson, më thotë mirë mëngjes Edi, ju përshëndes të gjithë dhe kaloni mirë. Faleminderit shumë. Mirë se erdhët. Mirë se gjatëm. E dim që ti edhe mësuese për ndryshe. I përshëndesim krejt nxënësat. Ju dua shumë. Edhe unë pi përshëndes. Apo ngojnë nxënësat? Po ngojnë, edhe s'ngojnë. Pra 2 vajza që muzikën thjesht e kanë përveç se pasion edhe trashëgimi, janë motra, janë knojnë bashk prej shumë viteve, prej zvoglimit nashta. Janë skenë me babajnë e tyre me mikun tim me Hysni Kelmendin, i cili aktualisht gjendet për një event shoqënor në Amerikë, mos na ndin ambasada e Amerikës që ka shkuar atje. E din ambasada që na ka dhënë. Dhe nuk është fizikisht me neve, por shpirtërisht normalisht është me neve. Atje është tash ora 3:30, 3:40, kështu diçka me mëngjesit, edhe nuk më besoj që mundet me qëndru zgjuar, po nashta edhe është, ta shohim. Pra, nuk i ka bashku... Ta shëqojmë normalisht, pra, u boaj me flej. Pra, sot do të dëgjojmë këngën e tyre, apo këngën e Majlindes. Majlinda Kelmendi, jo ajo që rëzohet, po qika i shnis, me të re, me energji, me harmoni, ata shojmë as pari këngën, që kemi bu me videoklip, e ma ndej këthemi, kemi edhe me këndu live, kemi bo pytje bashk, kemi bo knash. Po, para se me ngu kongën, po më intereson mas pari me një bo pytjen e parë. Pytja e parë është, ju e një motra, kënoni bashkë me babën, e në për evente, në për organizimet ndryshme. Qysh është më rrit me një shtëpi ku muzika gjithmonë ka qenë e pranishme? Kënaqësi shumë e madhe, edhe është një lloj edukimi sistematik, që me thonë, ndër vite, ti pjekesh edhe bosh një njeri me muzikën, kalitesh, edhe të bëhet pjesë e jetës që s'mundesh me jetu pa ta mo. A Majlind? Është të tip ma e re, do më thonë? është një fangotësia shumë e mirë, që unë për vete e një vetën ma të lidhë në shpirtnisht, se muzika na ka kongë që i kena kënu prej fëmirisë, edhe kur i kujtojmë ato kongë, na kthejnë në kujtime. Kështu që mendoj që muzika nuk përshkruhet. Nuk përshkruhet? Nuk përshkruhet me fjalë. Momentin e parë që e ke vrejt që kini një talent prej babës, kur ka qenë kjo? Po qysh janë fëmijë këto zakonisht talentët i zbulojnë print ose mësim dhënë se tashma se jam edhe vetë që të profesion, adin e di, shkan edhe na ka drejtu në shkollë të muzikës, edhe në njëjtën kohë na jena edhe shkollu, edhe kena vazhdu këto si trashëgimi familjare, po edhe ma profesionalisht jena hi në muzikë kështu. Po do më thonë, nuk keni pishman heq as pak? Jo, heq. Edhe na ka najt gati shumë babi, po? Se gjithmonë ka pas nashta dhe qef na mi trashëgu, po edhe me na zbulu që po thuti talentin, na ka qu gjithmonë të studio, na ka indizu kongë, në për koncertet të shkollës, që shi kena pas atëherë, gjithmonë kena marrë pjesë. E tash më intereson kur keni bashkë, keni të kënu trio. Kush është ma emocionus, kush është ma... që shkoordinoj këtu në mes veti? Zakonisht, në fillime unë kom qenë pak ma njerë që jam fiksu pak piskenës, po ndër vite unë jam bo pak ma me vetë besim këtë pjesë, tash pak ma shumë emocionohet Majlinda, po mas jena ka një nga tjetrës, është një plus i mas se kur e ki dikon offer që ta jep një farë mbështetja, s'po di qysh me ta përshkru,
e din se ki që aty adin edhe mos me të kujtu në sana, hiq mos me konë mirë, të zavëndësën. Unë mendoj se Bobi nështë ta i bërë të emocionet edhe tona. Ka edhe një përgjësi atë në skenë. Ka përgjësin se qysh po dalim, qysh po performojmë. Plus do ma din me aty njerës në përdorës ma pijet në i kush në Mos t'ja nisim se kjo pjesë, më mirë. E ka atë ngarkesën e madhe, vërtet. Isnia sot nuk është me neve fizikisht, por është pjesë e juja pandashme, normalisht. E qysh vjeni të përjetu që të munges të Isnis për faktin se kene pas me qenë tretë? Qëtash ahish do më thonë? Po jena mësu, tash jena mësu se qështë zakonisht ko pas kuaj ko udhime. Po. Shumë shpesh kena dhe bashkë udhime, po të marrë parasysh punës që unë edhe punoj në Arsim, Linda është në studime, pak kjo pëna pengon, edhe jena mësu tash. Jena mësu, po. Do më thonë ka raste kur edhe me nej aheng mungon? Po, ka ndodhë. Ka ndodhë, e me shku jo vetën. Po. A ju thanë, ku përshkoni pa prindit? Po, gjithë nga thonë. Jo, tash për nga thojnë, hajdi pa ta, ma mirë. Mirë më ngjesi, Monja nga Zvicra, nga Deçani në Zvicër, nga ka dërgu këtë qaje, këto torte, këto. Torta. Ani, Mone, ani. Pjepen. Shkën këto. Gjithë shka ku kanë të natë mirat e zotit. Bof mirë. Mone të boft mirë, vallaj, bash mirë të boft. Tash po shkojmë, ta dëgjojmë, edhe ta shohim, edhe me pa edhe me ngu kongën e Matre, që thojnë në përshep Shaka Dalën, tjetër kush. Edhe kthehemi mandej, kemi me këndu pakës live, e kena me najt pak, e të jë. Tjetër kush t'i ishem, do leti më ndryshe, menën halo nuk e kom do. Nuk vini të vlerat, kur dole me tjerat, kush jeti krejt e kam po. Ani, ti shka e mos u kthe. Ani, vez dhe mbrën mos ma the. Nga lënduar e fort këtë qoni. Falje tua s'jam për mua, se fajtoj jeti. Tjetër kush t'i ishem, do leti më ndryshe, menën halo nuk e kom do. Nuk vini të vlerat, kur dole me tjerat, kush jeti krejt e kam po. Ti shka e mos u kthe. Vez dhe mbrën mos ma the. Tjetër kush t'i ishem, do leti më ndryshe, menën halo nuk e kom do. Nuk vini të vlerat, kur dole me tjerat, kush jeti krejt e kam po. Ani, ti shka e mos u kthe. Ani, vez dhe mbrën mos ma the. O ani, po thot Majlinda. Majlind, kush e ka bo këtë kongë kaq mirë? Këtë kongë e ka shkru Diamant Sinonaj, cilin e përshëndes shumë. Kush o kë? Është Një me Kioni. Okej. Edhe një ish këngëtar që e ka pauzu tash prej muzikës. Super. E muzikën? Muzikën e ka bo atë në beats. Bukur shumë. Kongë që po trika në vesh. Në vesh, po. Edhe në të teksti pa ku mor pjesë edhe une. Super. Një komplimente, konga shumë e mirë, të mujnë mi gjetë në YouTube, që shkruni Majlinda Kelmendi Ani, apo? Jo,
Tjetër kush. Tjetër kush dhe Ani. Po që me tani Ani. Unë me nëzi për pres. Qështë se o pas në alun, qështoni ma. Ajtë se Andrej. Ndroja, po një Ani. Unë me nëzi të prit me ju në dëgju pak live të kënë. Pa tjetër. A kom deri? Po. Qa po kënojmë? Disa zbulojmë. A po një këtë për një herë? Qështë keni qaf jo? Na kena qep mi bojo këtë për një herë, a? Këtë për një herë. Ani, bona. Ani, pa problem. Hajde. Je vogël për merak, eja shpirto, eja pak, më pushomoje në kraror, zgjat ma t'voglën dor. Po më merë moj si kur vala, jetën time ty ta fala, krejt rinin, ma shkurto vetmin. Le të qeshin në syte tu, ajo ftyrë që shumë e du, që shumoj me t'voglën goj, me ty jeta let më shkoj. Le të qeshin në syte tu, ajo ftyrë që shumë e du, që shumoj me t'voglën goj, o me ty jeta let më shkoj. Apo kënona ma mirë live. Qëre, tash une ju gjithmonë kënoni live, jam i sigurt. Po. Ju nuk kënoni playback asnjëherë, Jo. po une nuk kom pas rastin më dëgju. Sepse nuk më kanë thirrë bashkë çato darsma. Çka më bëu tash? Unë zakonisht ata që më thirrin nuk shkoj. Një shaje ka ja, jetë që të tinës. Po, Jeni ka koordinoj, ja? Po që unë më besoj se do të më koni e lërshëm qëto në radio, Po. edhe gjithkohën pa komplekse. U kam këqyrë se cëllën konë kena me kënë, tash dhe mek. Iliri ka qef gjithë me dalë Po, shumë besoj mirë se normal. si- Iljer, kur e Sa dal në keq me të natyrshëm. njëjtën tonë, be kallxon be. Kur e dal ndonjëherë keq? Kur? Sandet natyrshëm gjithmonë dali ma mirë. S'ka probleme edhe nëse harrojnë anë san këto shkret live. Na jemi live edhe normalisht në live ndodhin shumë herë me pas. Po nuk pat, alo nuk pat kur gjo. Domethënë ne tona përgatit nëse ka kështu ju thash. Jo pa Jo pa ta thonë. jo pa ta thonë nuk e ngojshit. Po du me dit diçka. Po du me dit çka ka nga re që e dëgjum shtashti. Po më intereson e sota është e juja në YouTube, cila konga ki dhe ma herët Kjo është konga jame e parë solo. Qëto do shta me se s'disha, Po. do shta mi prezentu si konga parë, mas një tash dele dhe nej tjetër. Do më është Me jetën edhe me babin kemi po e plot di, ato i kong. kom po. Po Si solo e kjo jotja. është si kongë e parë, do më thonë solo A e do jamja. të thot kjo që edhe për jetës tash e presim edhe një solo? Po, besoj se po. Jenë përgatitje diçka jetë? Unë tash edhe pishkuj vetë kong, kohës fundit. Ashtu edhe të shkruaj në nxënës, atë ki ju e detyrë. 30 nxënës tani oni pa e qellu se lën. Edhe thot Mirë ti ki. shkruaj vet. A di? Po atë po skallzon në shtëpi. Mirë ki. Edhe ku të shkum vetë, nashta tani ki ma probleme zgjedhë se shka Po. me qitë, din. E kam një kong që është e përfundume, po nuk e di hala se çka. Dhe që është edhe një farë përgjithësie me i marrë guximin me shkru plus vetë kongin, apo? Po, Se masej gjatë gjithë kohës tu kuku adin Jo, hetë se kam atë problem. ja kësha shtu dhe këto, ja kësha eke dhe këto. Kur të përfundon projekti tani as të këqyre mo. Dhe me thonë, dhe që Maraj, të po. kam stresen, tani kur të kryet as nuk hi me këqyre mo. Definitivisht. Nëse As na hetë pëlqen mirë, mingu nëse s'hetë, vetën, Nëse as s'ki që mingu vetën, ha? Jo, hetë. se na bëhet baja Demek ti kur të martohesh, s'pas kemi thirr vetën me kënu. E thirr vis babën edhe Marindën. Po, nashta as këta se ti. Na sa s'ka hiç. A ta ngojmë edhe një kongë? Po, pa tjetër. Cilën? Apo vjen se mbyti male jo, po... Aja dhe shta, dhe shkjo është e Po, e kënojna, veç masanaj. Okej. Shka në vjen kadera ime. Vajzë me të shetit. Hajde. Shkone vjen kadera ime, vajz moj tu i shetit.
Shkone vjen ka dera ime, vajz moj tu i sheti. Ndal një herë me t'pa me si zonjusha ime. Ndal një herë me t'pa me si zonjusha ime. O shpirë sa të du, Qile gojëm fol me mu, se mas të jeta ime ka maru. O shpirë sa të du, Qile gojëm fol me mu, se mas të jeta ime ka maru. Fort të shkrina e sund pa shumë i bukuri. Fort të shkrina e sund pash, o moj i bukuri. Na dritare daleri, kaj si fmi. Na dritare daleri, kaj si fmi. O Kaj djali mir, kaj me zemër me dëshir. Une jam dashnorja jote natën e mirë. Kaj djali mir, kaj me zemër me dëshir. Une jam dashnorja jote natën e mirë. Oh, natën e mirë. Aj, pap, natën e mirë I thojmë Hysnis. E nëse Hysnia, baba Hysni, po jo shikon nga SBA-t për momentin, nëse po jo shikon, sepse është pikpyetja, nuk kemi të ditë s'dashtë me apri gjumin. E këqyrë ma vonë. E shohem, po aja është e gjithçysh. Cili do të ishte mesazhi juaj për të? Një forcë për projektet që I ka atje, edhe mbrëmjet muzikore, e dojmë shumë, e mbështesim shumë. Edhe mos më lodh shumë, se ka një herë pite për. Edhe nuk fikqir veten, E vërtet. veç neve, po mundohet për neve shumë. Po gjeneratat e tilla, se jemi që aty si afër bashk, jemi të prin me qubetën dom. Po bashkë më intereson këtë ky motiv, a është shtytje apo presion për juve? Shtytje shumë e madhe. Shtytje. Ka vullnet shumë të madh, nuk nalet. Nuk e besoj që kalon në presion. Ja. Nuk kalon në presion, se mandej edhe artistikisht. Jo se krejt qaj mune, po shkon të suksesi. na, të suksesi, të projektet tona, e kështu me radhë. Po kjo është një punë e përbashkët, E adin kipore, edhe na nuk ja qëna mune në dëm, edhe na E jena shumë vërtet. punëtore, për vete kom shumë energji për ditë, përgjësi, adin që una shumë herët edhe Ki vullnet shumë. Po shumë kam vullnet madh. Bravo. Kjo edhe është një qels I suksesit, pa E dyshim. vërtet. Ilir, çka po thupe ti se si ka folisht, I veç me gitare. Mirë, a? Lasin tinguit. Lasin ting. Cil tingu I kanë me në fol qtash? Qa? Ajde, dikur me thoje shumë të dua, Hajde, dikur me thojë shumë të dua. Me fjalë të ëmbla. me vrave mua. Dikur më thoje shumë të dua, me fjalë të ëmbla, më vrave mua. Sa intrigante u tregove, duke më puthur, ti më mashtrove. Dikur më thoje shumë të dua, me fjalë të ëmbla, më vrave mua. Sa intrigante u tregove, duke më puthur, ti më mashtrove. Ti se kupton që është dashuria, vret pa më shirë moj, ndjenjat e mia. Lotët e tua s'kan më vler, Kërkon të më puthësh edhe një herë. Ti se kupton që është dashuria, vret pa më shirë moj, ndjenjat e mia. lotët e tua s'kan më vler, kërkon të më puthësh edhe një herë. Aj, pritë zot. Altina Kusori, pjo, përshëndet, po thot intrigante të këshia. Unë e kom qef shumë mi lexu komentet, hajde të këqyrin bashkë. Prej të ku janë tash, veç pak se na kam shel Fidani, na kam shel Fidani. Se Fidani na mshele. Fidani kështu është, I vici teket ta mshel laptopin, të s'ka mo për sot, o kry kur do na ndron kongën,
kur do nuk na ndron. Altina Kusori. Që mas e I këshyrim. Pëdu me ju bo dhe pyetje tjera, pëdu me ju dëgjua dhe të knu, edhe pëdu... Po më intereson çka familjarizmi që e keni, se është shumë e rrallë, domethënë. E vërtet. Shumë e rrallë. Çka ju thot Isnia para se mi anis, a keni naj mbledhje të shkurt, një 10 sekondësh, që jep naj motiv, naj diçka më ul, ose naj 10 minutë, qa i ora, varet sa zgataj. Çka ju fol kështu pak para se me fillu? Ajo është pak I rap, të morë parasysh se ka qenë pjesë edhe ushtrisë, aden, I ka ato vetit e veta. Po. Edhe nuk është se na motivon shumë, kështu gjithmonë me kritika është. Po. Pa tjetër, po tash na I na mësu. A ju komplimenton najherë vlla, veç? Po shumë rrallë valla, drejt me pauzu. Najherë, edhe kësi komplimente Aden. Atsemira. Po apet diçka selam pa thon ket. Rrallë, ndodha ajo. Ma mirë se nuk na lën kur më knot me veten. Po. Do më thonë, jo veç kur kënoni, qëtash vishini të kënon, që s'është të mija. Tash ka në athirat, ku më thonë mësë me kënu që atë kohë. A disha për më ndërësën që tha ma heret, tasha ka pas në herë në I rast, për shembull ku ka eskalu situata, në I sanë në I dorësëm, në I kush se njerës të në ndikimin e alkoolit, mujnë me bujnë I gjest pa kontrollushëm, pa vetdije, kuptohet. Edhe ka pas në herë kësi raste. Jo, nuk po më kujtohet në rast veç Në rast që s'na kanë gjoft, nuk e ka ditë që jena baba me 2 vajza. Edhe ka thonë kush janë këto 2. Po I kanë thonë babit kush janë me këto 2 qika sa mirë, po këna I ka thonë po qikat e mia janë, se tash ai babi është doket mirë, po shumë doket si me pozën vllana. I ka thonë po qikat e farë qika tua se kam besua, edhe qështu që si raste I kena ma shumë, që I jepin vetë besim babit, a dikzohet, ku ti thonë, a disa Pa I doket mas edhe ma I ri. Po ka mirë ju çdo dorë se mi pagu dikon mi thonë. Para se mi ndorë se mi gjetë njerin, mi thonë qështu 50 euro. Jo se ma sanoj mami, në mytë. Na po I dirtin babës a nonës, njonin duhet. Edhe një konë kena mingu. Po. Në fakt kena mingu edhe një 2 nashta, po edhe një qëtash. Po mëre. Cilën pingojmë sash? Apo vjen se mbytje male, kena I lirë? Po. C. Shkoj me C I lirë, ka dalë. Hajt me një C I lirë. Hajt me Apo vjen se mbyti mali, shpirtin e kam pik të hallit. Apo vjen, po du me t'pa. Apo vjen po më tret të hana, I kam fol për sytë e tu, vetë Zoti e din sa kam duru. Vetë Zoti e din sa kam duru. Zoti din sa kina duru, pashat madhin, zot qëre. Po dhe durimi dikur I vje funi. Kush dëron fiton. Kush dëron fiton. Edhe normalisht është e padiskutueshme që kush dëron fiton. A diçka më shkoj menja kur ju ndëgjojsh ato knu, që pas kem ylli bujqincen, po thot përshëndetje, Edi e maj mirë në botë, respekt për ty. Adelina Dobruna na ka thonë mirëmëngjes shtëpia juaj, Edi roj udhtim të mbar.
Kaloj sa ma bukur, faleminderit shumë. Edhe Bardhyl Kumnova thot, "Vdetje ju lumt për këtë punë që bëni." Faleminderit shumë Bardhyl. Kemi edhe këtu shumë mesazhe, po kena dëshirë me fol edhe me pa i këqyrë se ajtë se masë nuk kam hapësirë. A di, kur këndojshit, ju posh që e keni një kimi shumë të mirë në zveti, një emocion. Faleminderit shumë. Zakonisht vllaznit, motrat, përlahen në mëzveti shumë për e në vëgjel. Ju tesha, jo kjo grithen, bohen. A keni pas ku mu përla, jo? A veç të këmu? Sa dush. Alo pëllam. Apo, që emocioni që ka kimia ju vjen veç kur t'jeni duke? Këtu në muzikë është që të shka, të në shpe harrojnë është sena. Po në ashta nuk e shprejmë dashnin kështu me fjallë, me kongë shprejmë. Do me thonë edhe ju, edhe të ju është prezent. Po, si krejt njerës në krejt botën, na pëllam për tesha. Për tesha e për gjithë shka. Kështu në jetë të përdeqme jena shumë tipa të ndryshëm. Në muzikë, që tash ja kena njës pak mu përshtat, se dhe në muzikë kena bo copa. Heq të përshtatshim në repertoar, as në mendime, as heq. A tash po më ganë. Bo mësusen. Po sa pak ma vogël, ku më qëllu, shka me bo. Po, tu i thonë që atë se rrit në unë në shëti. Ajta që e shëti. Për ndryshe, jemi të kalu mirë, u knaqem me këto tingujt, me këtë muzikë, me gitarën e Ilirit, me shumë gjanat të mira që jemi të ndërgju bashkë, jemi të këndu. Po mdoket dhe një kongë e keni, mdoket. U kryt krejt? Jo, e kena kryt. I kryt krejt. Mirë, masi që juve që e kryt krejt, edhe minutat e emisionit u kryt gati krejt. Po më intereson çka kishit jap mesazh për ndonjë tjetër rast në ndonjë familje ku janë bashkarisht për shembull ose dy motra ose baba me djalin ose me vajzën ose me të pas nëj mesazh motivues. Ëndrat me ndjek, motiv, punë, mos monal shkollën pa tjetër. Shkolla është baza e edukimit, edhe nëse hiç nuk mëson ti, vetë sa shkon që aty e merr një farë edukate. Kur bosh publik. Po edhe socializohesh me njerëz. Qëto janë disa shtylla kryesore edhe besimin vete gjithmonë pa tjetër. Edhe lidhja me familje ka shumë rëndësi, dhe krejt e dina që për krahjen më të madhe e kemi gjithmonë për familjes, sidomos po foli për vete, dhe tash nuk e di që shë përjetojnë tjertë, kështu që duhet m'ja ditë shumë vlerën, se në hapat që jemi të kalu, do më thonë i kemi ndjek që ato këshilla që na ka thonë babi gjithmonë edhe na ka dalë mas mirëti, se kështë ta dënë të mirën prinde, kërkush nuk ta dënë. Definitivisht. Ilir, ty s'lam që ty me gitare... A i një zonë e Ilirit. Po që si njët? Të folë pak edhe kë. Puna, kota, respekti, mrapa veç për po. E që kështu pa gjumë që përren ti që shë ki qitë të zi? Mirë, nuk o kes. A për ki ko me flajt? Po. Ditën tash. Bol kena me flajt njëtën tjetër. Po duhet me punu. Duhet me punu. Të mënë gjumi është nuk ka shumë hapësirë për gjumë. Nuk ka. Është dembelizën pak gjumi ti për mu. Une ju falenderoj shumë që erdhët. Faleminderit edhe ty. Faleminderit. Une jam këtu për juve kur do që keni faleminderit shumë, kënaqësi shumë e madhe. Jam këtu për mbështetje mediatike edhe për çka do që kemi, kuptohet edhe për Hisnin, edhe për juve, pa asnjë problem. Faleminderit. Duke falendëruar partner ton fshatin e Gjelbër, hotelin 12, Neoplast në Gjakov, Neptun Kosova dhe ëmbëltorën Augusholli nga Peja në Gjakov, dëgjuesit, shikuesit e mi. Shihemi javën tjetër, miqtë të dashur, të mërkurën ose të ejtën, eventualisht prej fluturimeve që i kemi. Shihemi, ju kërkoj ndjes për këto ditë, për këto 2 ditë që nuk jemi bashkë, për ndoshta edhe 2 ditë e para të javës tjetër, po pun na ka thonë Naimi natë ditë që të shohim pakës dritë. Ju dua shumë, Edi Keq. Mirëmëngjes Kate Best. Mirëmëngjesi.
muzike. A ma mirë këtu, a atje.